Kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë Im Zot Johan Pelushi ka mbajtur liturgjinë e parë pas saktimit në krye të Kishës Ortodokse Autoqepale. Shërbesa u mbajt në Tiranë në Katedralen Gjallja e Krishtit, ku qindra besimtarë morën pjesë në këtë ceremoni. Mesha u mbajt në gjuhën shqipe dhe u shoqërua nga kori i Kishës. Kujtoftë Zoti Perëndi në mbretërinë e Tij gjithnjë. Kjo ceremoni vjen një ditë pasi u zhvillua po në këtë kishë edhe ceremonia e pronëzimit të kryepeshkopit të ri Johanit, ku klerikë nga e gjithë bota dhe krerët më të lartë të shtetit ndoqën ceremoninë. Fort lumturia e tij u shpreh se diktatura shkatroi muret e jashtme të kishave, por nuk mundi të shkatrojë zemrat e besimit dhe bëri thirrje që vendi të duhet dhe të mos braktiset. Do të forcoj unitetin e kishës, mos braktisni vendin. Ishte mesazhi i kryepeshkopit Johan pas pronëzimit. Im Zot Johani rikujtoi dhe kryepeshkopin e ndjer Anastasia Nullatos, teksa u shpreh se predikimi i tij ka qenë dashuria dhe respekti për çdo qenie njerëzore.